Zjarfikësit në Gostivar përfitojnë një rritje të konsiderueshme të pagave, e cila në total arrin deri në 40% në pagën bas, në përputhje me marrëveshjen për harmonizimin e pagave të nënshkruara nga zjarfikësit dhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani. Në një vizitë në njësinë territoriale kundër zjarreve, kryetari Limani theksoi se kjo marrëveshje përfaqëson një nga avancimet më të mëdha për këtë kategori të punonjësve në Gostivar, duke rritur ndjeshëm mirëqenien e tyre dhe duke dëshmuar përkushtimin institucional për vlerësimin e punës së tyre në shërbim të qytetarëve. Sot erdha të vizitoj zjarfikësit në njësinë e zjarfikësve këtu në Gostivar. Prej këtij muaji për fat të mirë arritëm që ta realizojmë marrëveshjen dhe harmonizimin e pagave, që edhe zjarfikësit e komunës së Gostivarit të paguhen ashtu siç meritojnë. Besoj që është një nismë e mirë. Shpresojmë se edhe në të ardhmen do të kemi mundësi edhe hapësirë që paga gjithmonë të rriten, me të vetmin qëllim që të kemi punëtarë të cilët janë të kënaqur, por edhe këto me punën që e bëjnë dhe sakrificën që e bëjnë të mund të kenë motiv më tepër në përditshmërinë e tyre si zjarfikës. Sipas marrëveshjes, rritja e pagës bazë realizohet përmes sistemit të pikëve dhe pozicioneve të punës, duke reflektuar përvojën dhe përgjegjësinë e secilit zjarfikës. Kjo përbën një rritje të drejtë për drejtë dhe të menjëhershme në të ardhurat mujore. Sipas drejtuesve të NJTKZ-s në Gostivar, me marrëveshjen e re zgjidhet një problem i vjetër i zjarfikësve. Tani kemi paga të mira, kushte të mira pune, na duhen vetëm edhe disa kamion për të qenë edhe ne në nivel të detyrës, tha udhëheci i njësisë territoriale kundër zjarreve në Gostivar, Yusuf Bajrami. Paga të mira, kushtet të mira, presim vetëm ndonjë kamion të ri, vetëm kamionet e kemi si njësi zjarfikëse mangësi, që racende janë pak a shumë të kompletume. Në emrin tim dhe në emër të kolegëve të mi, duhem të falenderojmë kryetarin e komunës për punën që ka bërë. Kjo është një çështje pak më e vjetër, po është dash vullnet nga ana e kryetarit. Kryetari tanishëm ka vullnet dhe zgjodhëm këtë çështje. Marrëveshja parasheh rritje shtesë graduale të rrogave prej 21%, e cila do të zbatohet në 3 faza: 7% nga 1 marsi 2026, 7% nga 1 marsi 2027, 7% nga 1 marsi 2028. Ndryshimet në kontratën kolektive përfshin edhe përmirësime të rëndësishme në kompenzimet shtesë, 50% shtesë për punë në ditë pushimi javor dhe 5% shtesë për punë në ndërrime. Gjithashtu, është garantuar e drejta për kompenzim të orëve shtesë të punës në formë pagese ose ditë pushimi në përputhje me ligjin përkatës për zjarfikësit.